Tumi, është punë detyre. Asnjë nga vendet anëtare të NATO-s, përfshi dhe Shqipërinë, nuk është antarësuar me zor, është antarësuar se ka dashur. Dhe në një nga kushtet që ke ti për të antarësuar në procesin afatgjat, se procesi për antarësim në NATO është 10 vjet. Pra është ristrukturimi i forcave të armatosura, është respektimi i standardeve të demokracisë, shteti ligjor, gjykata dhe gjithë ato gjëra të tjera. Një nga kushtet është 2% e GDP-s. Tani, në mënyrë të vullnetshme, këta që sot bërtasin kundër Trumpit dhe kundër SBA-s, për shumë vite, nuk e kanë paguar 2% e famshëm, dhe e kanë pasur mundësi. Nuk e se nuk e kanë pasur mundësi. Tani që këta gjenden përballë situatës pa kthim në Ukrainë, pra që Rusia ka marrë 1/4 e territorit të Ukrainës, që disfatat luftarake të Ukrainës janë bërë të pamenaxhueshme, që tani jemi përballë një krize. Dhe tani presidenti i Amerikës, si ushtria e parë e NATO-s, ushtria e dytë e NATO-s është Turqia dhe ushtria e tretë është Britania. Thot, nderuar zotrinj, se kemi samitin në qershor në Holland. Duhet paguani të paktën 2% e GDP-s. Tani si për rreth 20-25 vjet jeni tallur dhe s'keni paguar nga samiti i Washingtonit në 99. E deri tani i keni patur para dhe nuk e keni paguar. Dhe tani kur unë them, prit se unë nuk mund të vazhdoj kështu. Mund të vazhdoni të talleni me paratë mia dhe me ushtrinë time. Po ka nga ata si kryeministri Rama për shembull i Shqipërisë që thotë është e tmerrshme të rrisin fondet për mbrojtjen dhe të ulim ato për arsimin. Po askush nuk na ka detyruar. Ashtu është, vërtet, si çdo drama, por askush nuk na ka detyruar të antarësohemi në NATO. Antarësimi në NATO nuk na ka dhënë kush me zor. Është një proces cilin e kemi kërkuar, kemi filluar reformat për antarësimin në NATO që në vitin 94 kur kemi bërë partneritetin për paqe. Dhe tani NATO duhet zgjedh o është një organizatë politike ushtarake siç ka lindur në vitin 1949, ose është një OEQ. Se s'mund të jetë të dyja. Nuk di nëse ju e mbani mend, ishte një farë kohë kur ka qenë Berisha në pushtet kur antarësuam ne, doli një teori, smart defense. Mbrojtja nuk është luks, është detyrim. Kështu që më shumë se sa çfarë do bëj BE-ja, është problemi që do të ndodh me NATO-n. Sepse me të drejtë ai zotëria thotë, unë për shembull që vi nga edukimi ushtarak. Të bëj një arsyetim shumë thjesht. Çfarë do të ndodhte nëse do ishte ushtria e BE-s në Bakhmut? Dhe do të vriteshin, siç u vran 10.000 ushtar rus edhe një 20.000 ushtar Ukrainës. Për 3 muaj do vriteshin 10.000 ushtar të NATO-s. Sa mendoni ju do të rezistonte qeveria e Italisë me 1.000 të vrarë për shembull? Asnjë javë. Është vërtet. Asnjë ditë ndoshta politikisht, sepse do duhet pra që të antarësohesh që të krijosh një ushtri të mirëfill dhe të antarësohesh NATO, do t'i bësh këto llogari. Se nuk po bën një shoqat menaxhimi kulturor, ku do vlerësosh pikturat. Po bën në mënyrë të drejt për drejt një organizëm politik edhe ushtarak. Ushtarak dhe politik. Prandaj, unë mendoj që ajo çfarë po ndodh, shpreh krizën e thellë ku është sot perëndimi, por në mënyrë të veçantë BE. Në mënyrë të veçantë BE. Sepse në 5 shtyllat e sigurisë, BE-ja, pra që janë ato më të rëndësishme, BE-ja ka probleme me të pesta. Ka probleme me shtyllën e parë që është ekonomia. Ka probleme me shtyllën e dytë që është demografia. Ka probleme me shtyllën e tretë që është mjedisi, ambienti. Me demografin ka me emigracionin e këtë. Ka probleme me shtyllën e katër që është shëndetësia, ne pam ç'a ndodhi me fatkeqësisht me Covidin. Në Itali mbledhin pleqë shkret me thes nëpër spitalet, kujtohet çu. Jo sigurisht e një vend i G7-s, por sigurisht një vend nga Afrika. Dhe tani kemi edhe problemin e fundit që është lufta për 3 vitesh në kufijt e BE-s. Pra, i gjithë ky leadership i Bashkimit Evropian, ku secili mendon për vendin e vet, asnjë nuk ka as dëshirën dhe as mundësinë që të marrë vendime të mëdha. Se vendimet e mëdha duan liderë të mëdhenj. Kush nga këta është lider i madh? Më thuaj një emër. Asnjëri.
Ne jemi në situatë qesharake. Rama bëri një marrëveshje me Meloni. Meloni është një kryeminist e fortë e zgjedhur në Itali pas shumë kohë që nuk ka një kryeminist të zgjedhur. Dhe gjykatat nuk e lënë ato që të zbatoj atë marrëveshjen pasi ka harxuar dhe parat, marrëveshjen e emigrantëve në Lezhë. Pra kjo është situata. Kriza, dhe sot kemi në Amerikë një lider i zgjedhur, i kthyer për herë të dytë në pushtet me zgjedhje të treta, i cili ndoshta ne s'na pëlqen, por është shumë i qartë në rrugën që do të marrë. Ai do të ndaj BRICS-in dhe një pjesë të BRICS-it ta kalojë në koalicion me veten, siç bëri Nixoni në vitet 60-70 kur atëherë u nda Pekini, pra Kina nga Bashkimi Sovjetik. Po mirë, ju si e shihni të ardhmen e afërt të NATO-s? Mund kemi një shpërbërje e gjithçka po ndodh, mund kemi një tërheqje nga SBA, nuk e di. Nuk është se do ketë tërheqje nga SBA. Çështja është që SBA do merren me pjesën që i përket atyre. Pra, mjafton çosh globin, çosh hartën dhe të kuptosh që pjesa më pak e rëndësishme për SBA-t është Evropa. Sepse SBA-t kanë gjithë polin e veriut që kanë një interes të jashtëzakonshëm, ku 80% kontrollohet nga rusët. Në gjithë hemisferën veriore, Evropa është vetëm një pjesë e vogël e hemisferës veriore, dhe kanë pajësorin dhe Azin. Në Azi praktikisht ndodhen 2 vende më të mëdha të botës, 3 vende më të mëdha të botës, për nga numri, për nga popullsia dhe për nga hapësira. Do të Rusia, Kina dhe India. Pra, 30 vite më parë, 35 vite më parë, Perëndimi eksportoi në Kinë të gjithë teknologjinë e vet dhe në Indi, sepse donte të mbante kostot e ulura. Ndodhi procesi i deindustrializimit të Europës. Dhe sot Kina është ekonomia e parë e botës, India është e dyta ose e treta. Dhe këtë unë që kam shëtitur shumë Afrikën, e ke prezent në Afrikë. Nuk ka perëndim më në Afrikë. Nuk ka më Europë në Afrikë. Edhe Amerika ka shumë pak. Afrika është kontinenti i zhvillimit të ardhshëm 100 vite të ardhshme. Kështu që në Amerikë, ata që drejtojnë sot Amerikën kanë kuptuar që nuk mund zgjasë shumë një Amerikë e bazuar vetëm në borxhe dhe në financë, po duhet ekonomi reale. Dhe ekonomia reale nuk mund bëhet pa ajo që është gjë kryesore që kanë rusët, burimet në toksore, lëndët e para. Rusët kanë lëndët e para, rusët kanë Arktikun, rusët kanë drithërat, rusët kanë gazin, kanë mineralet e rralla, kanë naftën, kanë gjithë llojet e minerale, sepse është një hapësirë pafund. Dhe nëse Rusia, Kina, Pakistani, India, pra do jenë gjithë bashkë, se me largimin e Amerikës nga Afganistani, edhe territori i Afganistanit është gjithë një hapësirë. Bashkë me Iranin, atëherë qendra e botës, ne bëjmë periferi e botës, është atje qendra e botës. Pse? Sepse atje ka zhvillim, sepse atje kosto e punës është shumë e ulët, sepse atje ka dhe konsum, shumë njerëz, tregje. Kjo pikpamje, Evropa duhet të kthehet thellësisht dhe të arsyetoj çdo ndodh me Evropën 100 vite të ardhshme. Unë e shoh të pamundur ekonomikisht Evropën të ekzistojë, sepse sot Evropa është vetëm një kontinent me pluriqendra, pra është qeveria e Parisit është e fortë, sepse është qeveria e Parisit, qeveria e Berlinit është e fortë, është qeveria e Berlinit, qeveria e Romës është e fortë, është qeveria e Romës. Kanë dhe ata burokratët që kanë Bruxelles, domethënë. Ata më shumë janë kështu autosuficient në deficiencat e veta, dhe nuk funksionon mekanizmi përbashkët. Pra, o kjo BE-ja do bëhet një shtetet e bashkuara të BE-s dhe do të ngjajë Amerikës, prandaj them unë që këtu do shikohet çdo të ndodhi dhe me ne 10 vite të ardhshme. Pra me antarësim të shpejt edhe me ne, ose BE-ja nuk ka të ardhme sepse nuk do mbijetoj dot ekonomikisht. BE-n e kanë lindur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po thonë një gjë që e kemi ditur gjithmonë, do vi një moment që do shkoj
të mbushet kjo kusi. Pra amerikanët po thonë, ne nuk sjellim më trupa që të na vritën kalamajt tan për të mbrojtur ju, nuk ju sjellim më armë falas, jo se s'do japim armë, po do t'i blini tek ne. Tarifat i ka vendosur tani. Tarifat, pra ne do ristartojmë zhvillimin industrial të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse Amerika është një hapësirë pafund. Do të ketë marrëveshje të reja Amerika me Kanadan, me Grönlandën, me Polin e Veriut, me rrugët e transportit detar ndërkombëtar. Dhe ku hyn Evropa këtu? Pra këtu çështja është e ardhmja e Evropës është në një kryq të jashtëzakonshëm. Pse? Sepse Evropa nuk ka një lider, nuk ka një vendimarrje. Nuk është e rastësishme që këta që duan të bëjnë luftë sot, që duan të marrin 800 miliard euro, ushtrit më të mëdha në këtë hapësirë janë Turqia dhe Britania e Madhe, të cilat nuk janë anëtarë të Evropës. Po, e vërtet.